Një ndër emrat më të rëndësishëm të traditës shqiptare të pikturës dhe mjeshtëri ngjyrës, piktori Ismail Lulani u nderua gjatë Bienales së 6 ndërkombëtare të akuarelit në Tiranë. Në një ceremoni miqësore, organizatorët e aktivitetit vlerësuan me çmimin Ismail Lulani, një artiste shqiptare, e cila ka qenë nxënëse e piktorit dhe asistentja e tij. Çmimin ja dorëzoi e bija e piktorit, Ormira. Jam shumë e kënaqur të jap këtë çmim dhe du t'ja jap një artisteje, femër, një artiste shumë të mirë, një piktore shumë e mirë, një pedagoge jashtëzakonshme që shumë breza kanë kaluar në duart e saj, një ndër to kam qenë dhe unë, dhe asistentja e parë Timeti. Dhe ky çmim i shkon Iqbal Kalas. Është një shumë i madh që të kem emrin e profesorit tën të parë dhe përjetshëm. Përveç Kalas, me çmim si artisti më i mirë u vlerësua edhe piktori Ardian Isufi. Organizuar nga Shoqata Vizart në drejtimin e Helidon Alitit, urat mesdhetare, Bienalja e 6 ndërkombëtare e akuarelit në Tiranë, është çelur te Galeria e Artit në Tiranë. Është një rrugtim që ne kemi nis me akuarelin secili nga ne, nga fëminia jonë. Dhe ne zyrtarisht në thonjza 2015 jam i bindur që Dashi e di shumë mirë që këtu nuk ishte asnjë penel. Nuk ishte as letër akuareli, ndërkohë sot gjen të gjitha brandet më të njohura dhe kushdo mund të furnizohet dhe të pikturojë akuarel. Në këtë rast, për sa i përket kurimit, do e shikoni që është një kurim pothuajse komplet ndryshe, është më kontemporan ashtu siç dhe ju keni qejf. Urat mesdhetare, Bienalja e 6 ndërkombëtare e akuarelit në Tiranë, këtë vit përkon edhe me shpalljen e Tiranës si kryeqyteti mesdhetar i kulturës dhe i dialogut.